Mirëmëngjesi dashur televizionistë të Klanit, dëgjues të Radio Klan 92.9 në FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes, sigurisht se shikoni ka gdhirë me re. Temperaturat krahasuar me diell, sidomos me pardje, bien me 2 gradë dhe parashikohet të jetë një mot kryesisht me re, me shtrëngata shiu, pak në kot Gjuburri, kështu parashikohet të jetë, po që mund të fillojnë një çik më vonë. Të dashur miq, ne sot jemi hënë, data është 3 nëntor 2025, eksakte ora 7 pa pak sekonda dhe si çdo mëngjes tjetër mos harroni dhe nxitoni dashur miq një orën parë për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003. Tema sot është goxha e rëndësishme do të thënë për ta kuptuar për çfarë bëjmë fjalë dhe sidomos për ta argumentuar pse jeni pro apo kundër saj. Dëgjoni pak me vëmendje pyetjen. Prindrit kanë nevojë që fëmia t'i falenderojë për sakrificat që ata kanë bërë për të. Por ky i fundit, do të thënë fëmia, i cili është adoleshent, i përgjigjet: "Unë nuk ju kërkova të më sillnit në jetë", i thot ky. Tani pyetja është: a është ekzistenca borxh ndaj prindërve? Është një pyetje domethënë që dojnë çik përqendrim për ta kuptuar dhe më pas si doni për ta argumentuar. Pra, prindrit kanë nevojë që fëmia t'i falenderojë për sakrificat që ata kanë bërë për të. Por ky i fundit, adoleshent domethënë, i përgjigjet: "Unë s'ju kërkova të më sillit në jetë", i thot ky, i vogël adoleshenti. Tani pyetja është: a është ekzistenca borxh ndaj prindërve? Është goxha e thellë si pyetja. 069 40 41 003. Duke mos harruar për të falendëruar Zotin që na zgjoi dhe sot, dashur miq, shijoni kafen e këtij mëngjesi. Tema tham 069 40 41 003. Jemi me në fillim fare të kësaj jave jemi me Angjelin ton, i cili ndodhet në poshtë atyre Skënderbeut, poshtë kalit Skënderbeut apo jo? Është në qendër. Ku je mo? Në qendër Aldo. Thashë gabova. Jo. Këtu jemi këtu. Mirëmëngjes, përshëndetje gjithëve. Një javë të mbarë, jesim një javë të mbarë. Aldo, mirë, shumë mirë jemi këtij. Ç'është koha këtu? Pak e vrentur duket koha, Aldo, po nga moment pritet sot të bjerë në shi, por me sa kam parë këtë parashkimin e motit nuk është se ka shi sot. Ka më thot ky burri thot ka. Nga ora 10 më thot Fatosi, këtu po. Okay. Po pse më Fatosi të parashikon motin ty? Jo, po ma bënte me gjysë ora 10 po thot, bie shi. Ta bën me gjysë. Se kisha parë këtë. Qartë. Ore, kur ke rënë brëmë? Kur kam ardhur dje në Tiranë. Ku ishe në Korçë? Jo. Se gjova mirë pyetje. Jo, këtu kam qenë, këtu s'kam lëvizur, jo. Tiranë kam qenë. Kur ke rënë thash, kur ke rënë në gjumë? Kur kam rënë për fjetur gjumë, herët kam fjetur djalë, herët. Nga ora 10, këtu kam fjetur. E qartë. Çka ka pas një Albert bukur në Tirana apo Ja, do të tregoj Aldo, do ta nisim me një problem i cili vazhdon të ngelet shqetësues. Aldo, janë këto qerat. Një student i cili ka ardhur për pjesë në universitetit, ka ardhur pak me vonesë dhe ka kërkuar për shtëpi me qera, Aldo. Po mirë ka bërë. Dhe po çmimet vazhdojnë të ngelen tepër të larta, Aldo, dhe jo vetëm që janë të larta çmimet, por djali ka gjetur një shtëpi e cila ka kushtuar 400 euro. Pronari kishte thënë që do paguash kështu edhe një qera tjetër, e cila kushtonte 400 euro para pagesë. Dhe i shkonte 800 euro në total djalit. Por momentin që ka ardhur dhe ka vendosur që të vinte, ai ka thënë do paguash edhe një muaj tjetër. Pra ja kanë nxjerr surprizë 3 muaj për të paguar këtë qera. Ajo çështje zgjedhë pastaj ik mbushur, thuaj dhe ashtu. E vërtet po ai ka pas nevojë shkretit se kudo jetonte, kishte ndar mendjen që do jetonte këtu. E qartë. I ka hequr dhe lavatriçën nga shtëpia, ka detyruar të tërë dhe lavatriçe, hall mbi halli shkreti, po çdo bëj se është detyruar ta marrë shtëpinë, se kishte ku gjente. Çfarë thotim më? Po, okay. Po. Mirë bëj. Tjetër. Tani Aldo, një përplasje ka ndodhur mes një pronari dhe një klienti. Klienti si i papunë që ishte, zgjidhte gjithmonë lokalin e lagjës. Po lokali s'e ka pas na hapësirë shumë të madhe për të qëndruar. Zgjidhte gjithmonë, po qëndronte jo 1 orë, 2, po 4-5 orë duke u stacionuar aty. Dhe i mbante me muhabet edhe punonjësit e tjerë aty, edhe herës i kritikonte, jo nuk bëhet kështu, po bëhet kështu, ta i linte edhe papunë.
Pronari ka vendosur që t'ja thot në një mënyrë kështu indirekte që shiko se po e tepron me kohën e qëndrimit këtu, por ai është ofenduar edhe ka kaluar më pas në ofendime kundrejt pronarit. Po ti nuk je pronar dhe ti s'di të mbash biznes. Një sher ka ndodhur aty. Në tjetra? Po tani Aldo, një burr paragjykohet nga burrat e lagjes se ndihmon të shoqen. Duke ditur që e shoqja punon edhe është detyruar të bëj dy punë. Burri bashorti kishte marrë rrobat nga teli në balkon. Një nga këto zotrinjt e tjerë e shikon dhe i bën foto Aldo. E ka bërë viral foton e zotrisë duke shpërndar kështu tek miqtë e tjerë në WhatsApp. Dhe kanë filluar ta paragjykojnë që ti nuk e burr që bën punë të shtëpisë, ndërkohë që mos e normale kjo pjesë. Është lirë keq ai patjetër duke kaluar këtu edhe në ofendime kundrejt tyre. Unë s'po bëj asgjë të keqe, thjesht po ndihmoj gruan time dhe familjen time. E marr vesh. S'ka gjë të keqe besoj apo jo? Absolutisht. Dgjoj. Asgjë të keqe s'po bënte. Po. E dëgjova temën më. Temën, jo Aldo, të dëgjova. Po, si kishte punë. Prindrit kanë nevojë që fëmia t'i falenderojë për sakrificat që ata kanë bërë për të. Por ky i fundit, adoleshent domethënë, i përgjigjet, unë thot, sakrificat e bët juve, po unë s'ju kërkova të më sillit në jetë. Ja thot ky, se ja thot se është i vogël. Tani, pyetja është, a është ekzistenca borxh ndaj prindërve? E bukur kjo temë. Te tema e ishte bukur, po cili është argumenti yt? Atëherë, më sollët në jetë, patjetër që të sollën në jetë, sepse ky është ligji i natyrës, okej, të sillni në jetë, po patjetër unë mendoj që mirënjoja ndaj prindërve Aldo duhet jetë realisht e madhe. Sakrificat e tyre janë. Mi. Lërç mendon ti. Pyetja është, a është ekzistenca borxh ndaj prindërve? A është ekzistenca borxh ndaj prindërve? Ata na kanë sjellë në jetë një herë. Patjetër që nuk duhet ndihemi ne borxhli. Kundrejt prindërve. Mendoj apo Jo, unë mendoj që ata na kanë sjellë në jetë, ata kanë bërë atë detyrën e tyre dhe Po, këtë dimën e pyetja është, a është ekzistenca jote borxh ndaj prindërve? Jo. Se që ka borxh, jo. Nuk është borxh. Jo. Ata kishin qenë. Jo. E të bën ty. Po, e bën, patjetër. Në rregull, mirë. Mirë shoku. Suksese në jetë, edhe më gjarë. Faleminderit. Gjithë mira. 069 40 003 me telefonata në mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Unë flas nga Lyon i Francës. Bonjour madame, si dukesh? Për juve? Faleminderit. Kush jeni juve? Unë jam Arta nga... Arta, nga... Si të jetoj në Francë. Sa mirë. Urdhëroj dashur Arta. Jo, vetë që mora me përshëndet. Ti rofsh. Faleminderit shumë Arta. Roze, më shumë faleminderit. Provojmë telefonatën tjetër. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Aldo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë jam Juli, flas nga Tirana. Juli oma. Për temën, desa të them dy fjalë. Unë jam prind, babaj 2 djemve. Dhe unë mendoj që ekzistenca nuk është fare borxh. Për mendimin tim. Nuk është borxh. Nuk është borxh. Biles as sakrificat për rritjen mendoj nuk janë fare borxh. Mendimi im, Qa. Kaq kishe. Jule Rozvllajt, falenderoj shumë. Provojmë tjetrën. Telefonata e mëngjesi. Alo, mëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Jam Redi nga Fushkruja. Redo, si dukesh? Mirë, ja. Për temën mora. Patjetër Redi, urdhëro. Pra për temën, për prindërt nuk mund t'ja shlyesh asnjëherë. Je borxhlis tani jetën. Pra ti thua, ekzistenca jote është borxh ndaj prindërve, po? Po. Shumë. Vetëm mundi, djerca, vazhdimësia, unë jam prind vet. Me qartë. Edhe është sakrificë e madhe, të rrisësh një fëmijë të nxjerrësh në jetë. Po mirë, ai thot ty që o vlla, kërkova unë të më sillni në jetë.
Po jam Se ta thonë se janë i stresër ta. Ja, nuk ka lidhje kjo. Po si s'ka lidhje ta thot ai, s'ka lidhje thot. Ore, mund ta thotë, po zoti çu ka kriju botën, a kupton? Jo marr vesh po. Po jo, ti merr një çat thjesht. Thjesht. Kush të rriti? Kush i pse më lindë valla? Unë kërkova ty, për shembull thot ai, ha? Po vdekja dhe lindja nuk është nga njeriu, ata cakton Zoti. Kështu do të shpjegosh aty. Kështu do të shpjegoj. Okej. Edhe do fush logjikën në punë, qartë. Pas patë logjik. Dakor. Mirë Flori, shumë faleminderit që na more. Faleminderit. Gjithë të mirat. Telefonat më mëngjesi. Mirëmëngjes, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Jam Plumbi nga Tirana. Plumb mos jemi? Mirë, faleminderit. Mirë. Kur rroj tash Plumb? Sa për temën, fëmijët kur nuk janë bozhdika si prindëve për ekzistencën e tyre, se prindit mendoj që i kanë thirrë me dëshirë në jetë ato. Normal. Pastaj është detyra e prindërve edhe të kujdesen për fëmijët. Pa të edhim ne, po... Sigurisht fëmija ka detyrime tjera pastaj. Po jo se për ekzistencën e tyre që janë bozhli prindërve, kështu mendoj unë. Kështu mendon. Pse jo? Mirë, Flori, të falenderoj shumë për telefonatën. Të uroj gjithë të mirë, adorosh. Telefonata e mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Gendi nga Tirana. Gend si dukesh? Alo. Po, Gendo, të dëgjoj. Dëgjoj. Ai fëmia i thotë që pse më lindë, ha? Për tema. Jo, pse më lindë. Ai thotë që s'ju thash unë do të më lindni. Po ta borxhin e kanë lënë këta gjatë rrugës atëherë i bie. Duke rritur, duke e shkolluar, duke ushqyer. Po, pra, domethënë, a është ekzistenca borxh ndaj prindërve? Do t'i falet. I pyetja. Nga marrë vesh, pyetja është, a është ekzistenca borxh ndaj prindërve? Jo, nuk është. Nuk është borxh ndaj prindërve. Jo, nuk është borxh. Në rregull, falenderoj shumë Rofshin Amore. Telefonata e mëngjesi. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Albania. Po Beno. O mendoj që fëmia i lindi dhe ta rrisi babi e mami njësa të bëjë borë. Jo, kemi pyetje tjetër Beni. Unë thamë këta, se... Po le shtu ti mërë burë. A ka përshëri, a ka përgjësi fëmia nga prindi? Jo mërë Beni, jo, nuk është kjo pyetja. Pyetja është, ekzistenca, a është borxh ndaj prindërve? Ja. Pse mendon këtë punë kështu? Unë mendoj se fëmia, po lindi babi e mami, dhe ta rrisi dhe ta bëjë borë. Po më rregull mos po vërtet. Kështu mendoj unë. Po që mendoti po ti s'e kuptu. Nuk ka. O Beno s'ke kuptu pyetjen, po pyesim tjetër gjoneve. Nuk ka aty përgjithësi Alta. Orti Ben, a dëgjoj çfarë po them apo jo? Kam gjej. Ke ngatruar pyetjen e kemi tjetër ne. Pyetja është, a është ekzistenca borxh ndaj prindërve? Nuk është. Po pse mendon kështu ti nuk është? Ja. Jo, dakor, ti apo ndaj prindë nuk është. Pra, fëmia nuk është. Nuk është borxhli. Ja. Aha. Unë kështu mendoj. Ti vetë, domethënë, nëse ti sheh atë domethënë nën vetdijen subkonsciale. Si mendon për ekzistencën inkandeshente? Ma am rriti babi e mami. Se ti më natën. E qartë. Jo më të kuptova unë. Are. Ti në rregull je? Rozllaj, të falenderoj shumë. Ta lisa mami. Aha, hajde Beno, gjithë të mia. Mirëmëngjes Aldo, mirëmëngjes, jam Vera nga Kanza. Vera, si nuk është ti? Për temën. Po. Unë kam 5 çona. I kam rritur, i kam shkolluar. Me sakrificat më të mëdha, se kam punuar dhe në fshat, me turne 25 vjet, më kupton? Jo qartë. Tani të ma kthejnë mua ato që e kam dhënë. Jo se është detyrim, është respekt për prindin. Jo, më kupton? Është respekt. Pyetja është, a është ekzistencë? Do unë pres të ma kthejnë. Pres të ma kthejnë, se një ditë unë tani do plakem, jam pension. Pra është borxh. Ai është borxh. Borxh është, po. Borxh është. Mirë. Unë bëra detyrimin që më takon, ai të bëj detyrimin e vet për prindër. Kupton? E kuptova. Mirë, falenderoj shumë për telefonatën gjithë të mira. Telefonata e mëngjesi. Mëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë?
Shameti jam nga Mysdeqeja. O Shamet, çfarë bën ti? Si jeti, shëndetin vetë mirë? Deri tani. Tash të ndjek të ditë por rrallë flas, kështu që mirë e bën. Për sa i përket temës, do të them që tani ajo dihet që fëmia e kupton kur bëhet baba vet, a dirën si prindit. Po. Unë marr për shembull vetën time si shembull që vjen nga puna me fete, do të isha me shokët pije një kafe. Ku do vesh te babai? Babai edhe pi kafe, pse çfarë do ti? Po ulë bën mua vetë, unë ngela gojë në vërtet, e kupton? Tani unë ndjehet mungesa shumë dhe se praktikisht sot e ndjejmë ne, se thoshte nëna fjalë djalit gojë trajë, thoshte po fjalë burrit, i semit e furrit. E qartë. Dhe tani për sa i përket fëmijëve ne na kanë jetën ndjeku janë. Jo, mirë, pyetja është, a është ekzistenca borxh ndaj prindërve? E borë tani, kjo akoma po ne shohim shumë, në mos të kalojmë shumë se më nuk duhet të marrë dhe kohën këtyre, por akoma prindi i kërkojnë llogari, fëmia e martur 40 vjeç, 50 vjeç kërkojnë llogari, do akoma kujdesje, do akoma pasuri, kjo është abstrakte. Është tjetër gjë kjo, po çka thot ky thot, ore, unë sy kërkova thot të më bënin juve. Vetëm po. Po mirë, dhe ata prindit tanë nuk i kërkojnë që bën, po ja i bën, na bën, po bën. E qartë, pra si thuat e kësaj? Është ekzistenca apo jo? Borxh. Po s'ka për borxh, është ligjet në natyrë, sa ai fëmia është mu abstrakt dhe është 0000. Marrësh. Tash kjo është një përgjigje spontane që mund t'ia thoj fëmia prindit kur nuk përballet me tetën. E qartë, mirë. Nëse. Okej, që ja thot ai, po. Po për sa, po ai fle gjumë, prindi rripa gjumë të radhën. E qartë. Mirë, tash falenderoj shumë. Falenderoj jetë është net ke zgjedhur një program që larg politikës, larg zhurmave, larg gjithë stresit. Po çdo. Nuk e sinqerisht ta them me rol. Allah do të zoti dhe kohë në çdo drejtim. E qartë, Rosh. Falenderoj shumë. Gjithë mira. Telefonata e mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Agroni nga Prishtinë. Fal, dhe një herë emrin? Agroni nga Prishtinë. Goni çfarë bën ti? Mirë si jeni ju. Mirë, ja. Sa për temën, unë them që asnjëherë s'është borxh fëmia tek prindri. Për ekzistencë. Sepse prindri mbetet gjithmonë borxh tek fëmia, se e lindi dhe ka detyrim për të arritur. Përderisa e bëri thua. Përderisa e bëri, ajo është borxh ti, pa edukoj, pa. Si thaj e bëre? Mbaj tani. Mbaj me shëndet. Mirë më goni, Rozhullat, falenderoj. Gjithë mirat. Gjithë mirat. Pun sekondash, jo paska vajt. Ora është 7:30, atëre. Të dashur miq, që kemi shumë pak momente e publicitet për të rikthyer përsëri në studio. Nuk vonohemi. Mirë, me telefonatën e mëngjesi. Alo, Nadia mirë. Nadia mirë, kush jeni nga Prishtinë? Unë jam Shpresa nga Shkodra. A Shpresa si dukesh? Mirë, po ti? Deri tani jo keq. Pura për temën. Patjetër, urdhërosh. Unë sam nuk ke detyrim. Nuk ka detyrim, a? Jo, sam. Okej. Mirë, zemër. Nuk është detyrim. Falenderoj shumë për telefonatën. Telefonata tjetër mëngjesi. Mëngjes, Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Moza nga Kamza. Ami Moza. Jeni juve. Urdhëro? Mirë keni qenë, them. Mirë, dhe tani mirë. Shqyr. Atëhere, ka hapur një temë që unë e kam hapur në kafe me disa shoqe. Vërtet, si ka qenë më për zotin. Kishte mendime të ndryshme. Dhe unë mendimi im është ky, që fëmia nuk ka borxh absolutisht. Atëhere, unë kam dashur, e kam bërë, e kam rritur, çdo gjë. Dhe në qoftë se fëmia e ndjen, e bën. Po detyrim nuk e ka. Absolutisht fare. S'ka ka bërë borxh prindi me vllav. Fare absolutisht. Ekzistencën e vet. Po, unë për shembull që jam gjyshe dhe nga djali dhe nga vajza, unë akoma kam detyrim të fëmijë. Akoma kam. Derisa të mbyll syt, unë kam detyrim të fëmijë. Me qartë. Fëmijët në qoftë e ndjen, megjithëse fëmijët e kanë ndier, e kanë bërë. Te ne flas. E kuptoj. Për të tjerët nuk e di, po flas për ne. Është okej, çdo gjë. E marrë, kështu që detyrim nuk e kanë. E kuptoj. Absolutisht. E kuptoj. Se ta thot fjalën ai. Se mbëre. Për sa mbëre? Sa do i thuash? Po. Sa do i thuash? Kështu
që nuk e kam detyrim. Mirë. Po shoqjet. Mirë, Alda. Nuk po the shoqjet e tua si thon. Mendime Putja Kot ishin ato. Po këtë Putja Kot mas e kam pasur drejt. Po s'më pëlqen fare, jo e ka detyrë. Mirë, shiko tani, mos u ngatro. Është tjetër gjë nëse s'pëlqejnë. Jo, është tjetër gjë. Mua s'ma pëlqyen për shembull. Po mirë, dakord, po mund të ketë drejt ata, pavarësisht se s'pëlqeu ty. Jo, njëra thoshte, e kam bërë dhe ka detyrim me se s'bën. Sepse unë nuk e le, thoshte, pa detyruar ndaj me, pa bërë diçka ndaj me. Po mirë me thosha në qoftë se ndjen, nuk ta bëjnë, nëse se ndjen. E qartë. Nuk ka çdo gjë me forcë. Okej. Mirë, zemër, falenderoj shumë. Gjithë mirat. Okej, jemi në Vlorë me figurën e Vlorës. Djalo Hëmo. Mirëmëngjesi edhe tek nga Vlora me një kohë të bukur. Të bukur apo ti nove, neve kemi me re. Po mirë, jo, edhe te ne kështu, domethënë qelli pasër si i thon, por diku nga dreka aty rreth orës 10 fillon ajo vapa. Do zakoni, po. Po, ti e do zakoni. Dërsa ne vazhdojmë të pjesën e këtyre lajmeve tona, domethënë jemi disa lajme të cilat na kanë munduar her pas here, për rasti një çifti fjalë rreth 40-45 vjeç të dy, domethënë burr grua, dhe kanë filluar atë debatin e tyre, por në fakt ka qenë faji i tyre që ka ardhur gjithë këtë debat. Para disa kohësh ata kanë pasur një debat të vogël, domethënë të them një tip sqarimi ndërmjet njëri tjetrit, por ku kanë përfshirë dhe persona të tjerë familjarë. Ata kanë një situatë të pakëndshme, si thon, por që e kanë bërë të muhabet në sy të fëmijëve. Dhe në momentin që personi në fjalë ka ardhur në shtëpi, fëmia domethënë si fëmijë normale e ka thënë që kështu kanë dëgjuar etj, ku aty më pas ka filluar dhe debati ndërmjet të çiftit dhe zotërisë, por me ikjen e tij, domethënë ka filluar çifti duke thënë që nuk duhet të muhabetet të tilla në sy të fëmijëve, domethënë Nadali. Ndërsa një zotëri tjetër Aldo ka dhunuar doktorin në pnatik ku ka çuar fëmijën për arsye. Po në fakt fëmia e tij, domethënë këtij zotëri ka pasur temperaturë çdo viroz që është e sinës dhe e ka thuar, por në fakt doktori domethënë kitunin e bazditës apo të natës si i bie. Dhe ishte ardhur nga një drek, po ishte pak i ngrohtë, në thënë të qartë. Dhe aty ka filluar me ato përgjigjet e tij, domethënë si ato është fjalë, le ta themi. E qartë. Dhe aty zotëria s'ka duruar, pa dashje, i shkiti dora, me thënë drejtë, nuk është se të godiste, dhe aty ka nisur ai debati, sherri dhe dhuna. Por kemi pasur dhe një djalë tjetër i cili dhe ky ka një hall, po vërtet për këtë është një hall vërtet shumë i madh, për arsye se do një vajzë, me thënë të drejtën, e ka gjithone, por që me babain e saj shkojnë shumë mirë. Por i vinë zotë që të takojnë dhe ti thot atë, domethënë që shiko, se me vajzën tuaj duhen, një tjera, dhe ka vendosur që ti thot ja, të ti që ta takojnë dhe të bëjnë një muhabet, domethënë si mund ta lënë, çfarë mendimi ka, etj. Po i ati është pak për vete në siklet, domethënë kur e mori vesh të muhabet, dhe nuk e di, domethënë ai e ka pak me ndyshe, jo i vete, jo si vete, jo më vi zor, domethënë se di se si do vej ky muhabeti. Indalikuar me të drejtë. Këto kishim. Po, këto kishim. Da e thaj të kishim. Okej, suksese në jetë edhe më gjërë, që këthejmë tani ca dekada po, vite, goxha vite më parë, me telefonatën e mëngjesi. Mëngjes. Mëngjesi. Kush jeni nga Plisni? Gëzimi nga Fjeri. Po, gëzim, mërda. Për temën dua të flasë. Po. Tashi, ajo tema shumë e qelluar, tamam për edukat familjare. Ndoshta. Fëmija bën ashtu si gjen. Nëse fëmija është edukuar mirë, nga prindi, nuk i themi borxh, po është i detyruar dhe e ka për detyrë. Borxh domethënë është si ta thuash llafi. Po është i detyruar dhe e ka për detyrë, po të ketë edukat familjare. E qartë. Derisa ti jetë gjallë prindi, ai është i detyruar, mos themi e ka për borxh që ti shëndej. Pra, do të thënë, ai fëmijë që i thotë që vetë më bët, se o ka fajnë njëri. Jo, ai është i pa edukuar. Sepse bërja që është tek të dalë në jetë, ai nuk e shlyen. Pra, do të thënë, në pra mënyrë të thua që ekzistenca e fëmijës është borxh në prindër, po? Si? Ekzistenca e fëmijës është borxh. Borxh, ky s'është borxh, pra ka drejtë ai. Por është
Ore ka marrë gjakun e nënës, ditë jashtë për vjetë gjakun e, nuk e ka poqej. Po edhe të babajt e ka marrë. Po edhe të babajt, mirë babajt hajë se s'një se e kemi si jashtu. Po e neve si sa sakrifice, si të jashtë përblej. E kuptoj. Ashtu, po kjo është ajo. Po më vjen keq për ca gra që u shërbejnë atyre fëmijëve derit i lajnë dhe rrobat. Nëse shupa 17-18 vjeçë. E u vjen mbrapa. E kuptoj. Kur do a laj këtë shërbim ajo? Quhet borxh kë? Je lanë me anë të fëmijëve vet. Tash po të kemi aq logjik, nuk duhet ta lëm fëmijën të themi, ore valla, unë bëra qefin ti ndas çik, ashtu është familje kota. S'ka familje. E qartë. Mirë Flori. Shumë i nderuar. Falenderoj shumë për telefonatën. Faleminderit. Shëndet. Telefonata tjetër mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Tani nga Torriku jam. Po tano. Mirë, shiko Aldo. Më kujtu kështu vajtja i shiriti si ato numrat kështu. Pa. Ka qenë 86 atë diçka. Edhe dhe ikshim në Golem, se kështu ikshim atëherë në trenat në tjelë. Vite treni nga i bazoni, ikshim papat. Tu i kërku nanës lek. Ku kam lekun të është ajo, që të puti më e tu për ti. Dhe ishim bo gati atë atje dhe ikshim. Po të sim linde ti mu atëherë një partita atë. I të një, ajo të kemi pun të një, unë hajti natë kisha më Aldo. E marrë. Edhe të anë vete me dhamë, po se ku të vete të ankove, më dha. Kjo më lindi dhe... Mla këshu. Edhe s'po më përgjigjet. Edhe më kujtohet se më mrapa, më Aldo, nuk e ti. Po më kujtohet, ka 14-15 vjeç do kem qënë. Po i kam thënë, po se më linde atëherë, se më linde, ha? Një pjekët për Golem. Kështu që... Nuk e di, Aldo, nuk e di, po... Sa të temë është përgjithësi e madhe. E kuptoj. Mirë, pa. Rofsh, falenderoj shumë i dashur telefonat. Gjithë të mira. Telefonata mirëmëngjesi. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Magda nga Tirana. Magda urdhëro. Sa bën ti Aldo? Mirë, ja shifë shkruaj. Për temën Aldo. Do të flas. Faktikisht detyrimi fjalët është e madhe, detyrim moral, detyrim dashurie, respekti njërën në tjetrën. Minimumi fëmijët do t'japin është e detyrueshme detyrimin moral me kuptimin e dashurisë, t'japin dashuri prindërve. Minimumi e kanë borxh. Pra ekzistenca të fëmijë ti thua që është borxh. Absolutisht, në lidhje me dashurinë ndaj prindërve, respektin e këto, të janë borxh, monetare me tani varet. Jo, nuk foli njëri për monetare. Ashtu, po borxhe kanë, se japin prindrit, japin jetën, Aldo. E qartë. Japin jetën, dhe është borxhi më i madh që mund të ekzistojë. E kuptoj, po pse i bët, thot? Se ti nuk më pyetën mua kur më bëre thaj. Unë e bëra, po nuk me fjalën e bëra për veten time. I val dashuri, e vlerësoj, e jap shkollë, bëj sakrificë nga më të mëdhaja, ndoshta veten time e lej pa gjë. Po vete bëre, në rregull. Po kjo është minimumi një njeriu që duhet ketë. Minimumi është që, ne kërkojmë dashuri me respekt nga një shoqëri, që themi ne japim. Po mimi, shiko, mos e tjetër sot pyetjen. Po dashuri më e qartë, mirë. Ana monetare nuk ka thash dhe njëherë. Po nuk tha përmendi njëri ana monetare, pse përmend ti? Dashuria është i detyruar ta japi. Në rregull, atë detyrim. Dashuria është i detyruar ta japi. E kuptova. Oho, amore che vieni tha, amore che vai. Mirëmëngjes, mirëmëngjes nga. Ka bënë një nga durësimi? Po mire, përgjithshëm jam mirë Aldo. Le të nisim me informacionet e ditës së sotme, ku kemi të bëjmë në fakt me një rast për sa i përket një zonje e cila është sulmuar nga një qen në Jurës, me sa duket, sipas saj domethënë e ka shkelur, sepse nuk e ka parë dhe ai ka reaguar me njëherë në këtë mënyrë, po që i është dashur që ta shoqëroni në spitalet Tiranë. Megjithatë, me qenë se jemi këtu, le të themi që po bëhen edhe një qendër për të gjithë qendrat e rrugës që të kujdeset edhe mos të jenë ashtu. Shumë mirë. Komplet të gjithë aty.
Edhe kështu. Tjetër. Të kemi një qendër të veri, një shtëpi të veri. E kuptoj tjetër. Një rast tjetër pastaj Aldo, ka të bëjë me një djalë të moshës 20 vjeç, ku në fakt jetonte me prindrit, po që është mbushur kupa sipas tij. Dhe u ka kërkuar që për një vit ti paguaj, për një vit i paguaj një shtëpi me qira, që pastaj ai të ketë mundësi ta përballë, nuk mund të jetojë më me prindrit, se jam i rritur edhe kështu, e kupton. E kuptoj. Është pak privatësi. E doj çika, Pastaj një rast tjetër Aldo ka të bëjë me një të moshuar, në fakt prej 2 muajsh kishte një kujdestare që kujdesej për të, pasi fëmijët i ka largë dhe i kanë dhënë një kujdestare, mirë për çfarë ka ndodhur Aldo, kujdestarja 1 muaj ka ndenjur mirë dhe tani ka filluar domethënë që të vërë dorë mbi zonën. Shi. Po, sipas saj nuk merr vesh, nuk bën, nuk dëgjon, nuk kështu edhe e qëllon ndonjëherë, po sipas zonjës Kotjo nuk e kam qelluar, thjesht kam ngritur zërin e kështu të radha. E marr vesh, e marr. Por nuk do e lëm, por do ta ndjekim edhe më tej. E qartë, mirë, zemra rrofshë qofsh. Vijojmë me telefonatën e mëngjesi. Aldo. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, jam Brenda nga Lezhë. Brenda, si dukesh? Mirë, faleminderit. Është hera parë, kam shumë respekt për juve, jeni talent. Po, talent. Tani, talent i ri, po. Për sa i përket temës, unë e quaj detyrë. Do të pyetja është, a është ekzistenca borxhë për të ta mbarojë? Po. Okej. A është ekzistenca borxh ndaj prindërve? Unë e quaj detyrë. Jo, dakor, ti mund ta quash çfarë më dush, po pyetja është, a është ekzistenca borxh ndaj prindërve? Po, normale. Është borxh, po ti po. Normale. Ciao, shumë faleminderit. Të lutem, se më rrofshin amore. Telefonata e mëngjesi. Mëngjes. Kush jeni nga Fistia? Jam Geni nga Elbasani. Geni çfarë bëre? Mirë, si ke qenë? Mirë. Ha më Geni. Shiko këtu, prindi sa të jetë gjallë ka detyrim për fëmin. Sa të jetë gjallë dhe tjetë që nuk lëviz ka detyrim për fëmin. Fëmia i ka borxh prindit për atë që ka bërë. Nuk ka më shumë. I ka borxh respektin. E kuptoj. Është borxh respekt. Në rregull. Mirë, dashurin, të falenderoj shumë për telefonatën të rrugës të mia. Ndërkohë, të dashur miq, ju të rreq pak vëmendjen për sa i përket kësaj që do them tani. Okej, mirë, të dashur miq, ja të kemi sërish në studio. Në një prej rrugëve më të populluara të Tiranës, jemi këtu afër Bazarit të Ri, përballë me Neptunin. Dhe jemi me një prej miqve të programit, shumë mund ta konsideroj, Pastor Akil Panon. I dashur, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi, Aldo. Mirëmëngjes. Edhe për ne të paktën në studio, Pastor Akili është si të kemi një filxhan kafe. Domethënë biseda ose le të themi debati me të, na shkon se ajo kafe e mëngjesit, domethënë në Shibut, jam bërë po që të zgjon. Kjo është një mënyrë për të bërë, domethënë, falenderoj Aldo. Për të dhënë ajrin e bisedës. Tani, ndërkohë, kemi kaluar një javë ku ndoshta çdo ditë ishte më e zezë tjetra. Domethënë, ki parasysh që një javë ku një baba vritet në sy të fëmijës për një foto, se pagoj me kalin diçka e tillë. Po. Një klient lokali vritet se kamariri thas punon ekspresi. S'po përmend hatarat, se ja këtej njerëzve, domethënë, ja u nxin ndjesin, po feja ku është këtu? Domethënë, çfarë po bëjmë? Pyetja është permisionate, di. Pyetja është, domethënë, që të lë pa fjalë në thelb, sidomos kur drejtohet një personi që është i përfshirë me çështjet e besimit edhe të fesë për mbi 3 dekada në Shqipëri. Më tepër se sa një person i fesë, domethënë ne të ftojmë i dashur pastor si një person që flet but, qet dhe me argumenta. Falenderoj shumë. Domethënë dhe nuk kemi nevojë për zëra të ngritur, se boll ngrysemi me to. Domethënë kemi nevojë të na flasë dikush si një rob i shtëpisë. Kaq. Është trishtim i thellë. Un kam qenë në emision televiziv, në një debat televiziv për çështjet barazisë zinore, ndërkohë që vjen informacioni live që brenda kuadrit të 2 orëve apo 3 orëve, atë pasdite u vran
3 persona dhe një person kishte bërë vetvrasje. Pikërisht brenda asaj hapësire kohore. Jemi të rrethuar nga mjesin darkë. Pyetja juaj ku është feja është mos e legjitime, pra s'dua të them çfarë po bëni. Jo, ke të gjithë të drejtën ta thuash edhe këtë, çfarë po bëjmë. Në fakt do të ishte për diçka shumë më e thellë. Një ndërhyrje kirurgjikale në dimensionin shpirtëror, moral, etik, social, kulturor, pikërisht në zemrën e shoqërisë shqiptare. Aktualisht problemi është shumë i thellë. Problemi lidhet së pari me një krizë reale dhe të thellë të identitetit dhe të mungesës së qëllimit, veçanërisht tek të rinjt. Pra, jemi në një epokë ku vlerat tradicionale, vlerat e besimit janë zbehur dhe modelet e suksesit maten me çfarë? Maten me formën e famës, maten me paran, maten me rrjetet sociale, sikur ju thatë klikime, shumë të rinj ndihen të humbur, tërësisht të humbur. Pra në oqeanin e jetës. Një krizë e thellë identiteti, disa prej këtyre të rinjve i shtyn ku? I shtyn të kërkojnë fuqi, të kërkojnë sukses, të kërkojnë famë në vendet e gabuara dhe kërkojnë të gjejnë vlerësimin, njohjen dhe identitetin e tyre nëpërmjet mjeteve të dhunshme, siç kurndër edhe Kierkegaard ka thënë kur një person nuk njeh veten, atëherë ai kërkon që të vet identifikohet nëpërmjet forcës. Ai nuk kërkon të njohë veten, ai kërkon një kafe dhe përfundoi tragjedi. Ose domethënë raste të tilla ke dëgjuar edhe me parkimin, ose pse ngërvishte makina. Por të paston tek arsyeja kulmore, çka ke shef? Absolutisht. Pra, ku jemi? Jemi në krizën më të thellë, jemi aktualisht si shoqëri në fund të atij pusit thellë. Po tret qameti. Pra, ndërkohë feja nga ana tjetër ofron parime të qëndrueshme për të dalluar të mirë nga e keqja. Mirë, po kjo e mirë, edhe dallimi mes së mirës së të keqes duhet ishte bërë thelb i realitetit ton socio-kulturor. Ku? Mësimet. Me të drejtën them, ku është feja? Ku janë misionarët? Çfarë po bëni? Duhet pres çdo ditë për të takuar për të ardhur në kishun? Kjo është një punë e përditshme. Është një punë e përditshme me njerëzit. Është paduk. Është një punë e përditshme me njerëzit. Jo, në thelb kemi 35 vite. Në thelb, shikoni, në komunitetet e besimit ka jo pak të rinj, të cilët kanë dalë nga rruga e dhunës, nga rruga e drogës, nga rruga e varësive, sikundër kemi folur më parë, varësitë si Bixhozi, kanë dalë nga janë rehabilituar në institucionet e ndalimit, pra ku vojnë dënimin në burgje, pasi edhe në burgje bëhet një punë jo e vogël nga komunitetet e besimit atje, edhe kur dalin jashtë, më pas ka mundësi që ta rinisin jetën e tyre ndryshe. Një nga elementet e tjerë që është regresiv në kulturën tonë është modelet negative që fatkeqësisht i marrim kudo, media sociale, mediat mainstream, mediat qendrore. Shiko pastor, në Bibël thuhet, e para është fjala, në fillim ishte fjala. Tani fjala po shndrohet në thik, në pistolet. Fjala ka qenë gjithmonë ashtu, pra fjala është më e rëndë se plumbi. Gjua kocka s'ka, por kocka thyen. Pra, një nga apostujt e Krishtit Jakobi i dedikon një nga kapitujt në letrën e tij, drejtuar kishave në shekullin e parë, një temë pikërisht këtë temën e fjalës, rëndësia e fjalës. Fjala thotë është një zjarr i vogël thotë që djeg një pyll të madh. Ne nuk njohim peshën, nuk njohim rëndësinë e fjalës. Fatkeqësisht në kulturën tonë konfliktet vogla banale, sikur edhe ju thatë, pse mpe, pse më zure vendin e parkimit, shndrohen në tragjedi. Po pra, shndrohen në tragjedi. Pra, nga ana tjetër, është ajo që unë po ju them, pra një element i dytë për te krizës së besimit edhe mungesës së qëllimeve në jetë, është një farë mënyrë komunikimi negativ që bëhet nëpërmjet mediave online, mediave sociale, mainstream media, në raport me filmimet e dhunës, ndërtimi i figurave të mbrapshta të heronjve, të cilët në thellë nuk janë heronj, po janë persona pa identitet, persona të cilët kërkojnë të gjejnë identitetin e tyre dhe qëllimin e tyre të jetës tek forca dhe tek dhuna. Në gjithë obrasje dhe problemi që ka ndodhur, si është e mundur që janë njerëz që shkojnë në kishë apo xhami, luten, dëgjojnë këto predikimet, për falje etj, dhe janë po ata që pikërisht vrasin për një batutë. Pra, domethënë ku prishet zinxhiri mes fesë dhe jetës reale? Ka një hallk të prishur. Hallka e kputur është pikërisht keq kuptimi i besimit, keq kuptimi i fesë. Për individ apo klerik fatkeqësisht, të cilët synojnë që ta përdorin fenë si një paracetamol, si një qetësues, si një ampull që
mund të shkosh një herë në javë për ditë premte ose për ditë diel. Si një fren. Në komunitetin e besimit. Dhe nga e hëna deri të shtunën ti mund të ajtosh jetën tënde si djalli. Edhe këta klerik kënaqen me idenë që komunitetin e tyre, sallat e komuniteteve të besimit i kanë mbushura plot. Nuk kanë bërë asgjë përveç se në thelb kanë keq prezantuar besimin e vërtet. Besimi i vërtet është ta vendosësh besimin në praktik në jetën e përditshme. Pra besimi në thelb synon ta bëjë njeriu më të mirë, jo më të keq. Por kryesisht unë do t'ju thoja që dhuna, vrasjet, traumat që neve kemi në shoqërinë e përditshme nuk vinë si rrjedhoj e njerëzve të cilët e praktikojnë fen si duhet, e praktikojnë besimin si duhet, pra. Por vin nga njerëz të cilët kanë keq kuptuar fen. Pra feja nuk është e ardhura në kish apo xhami. Jo, absolutisht. Feja është praktikimi i jetës besimit në jetën e përditshme, pra. Atëherë, se duket më lehtë për njerëzit të falin për shembull një tradhti të madhe, por jo një fjalë fyese në publik. Pra, a ka krenaria më shumë fuqi se morali fetar? Atje ku feja nuk ka zënë rrënjë në shpirtin njerëzor, patjetër që po. Krenaria prevalon më shumë se sa shpirti i besimit, shpirti i fesë. Për këtë arsye Jezusi i Nazaretit na flet për nevojën e një shpirti të transformuar njerëzor, edhe vendos në qendër të besimit të krishterë, pikërisht metaforën e kryqit. Ai thotë nëse dikush do të jetë dishepull im, duhet marr kryqin e tij çdo ditë dhe të më ndjek duke mohuar vetveten. Pra, kryqi është metafora e vdekjes. Pra ti do të vdesësh nga krenaria jote, nga ambiciet e tua, nga egoizmi yt çdo ditë dhe të jetosh duke u përfshirë një kauzë më të lartë, pra më të lartë se sa ato interesat e vogla meskine të jetës tënde të vogël. A është mëkat kur hesh përballë padrejtisë? Një nga teologët e mëdhenj të protestantizmit i njohur me emrin Dietrich Bonhoeffer, i cili qëndroi kundër nazizmit në Gjermaninë naziste, kthehet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vjen në Gjermani, megjithëse miqtë e tij i thonë mos u kthe, mos u shko. Ndjeu këtë vokacion të brendshëm, këtë thirrje të madhe për të kthyer dhe për të shërbyer popullit vet. Natyrisht nuk mund bënte paqe me regjimin e nazizmit, edhe foli hapur, dhe një nga letrat e tij që shkruan në burg, pra edhe materiali titullohet Letrat nga burgu. Ai ka një nga citimet e famshme atje. Ai thotë heshtja përballë skeqjes është e keqe. Mos veprimi është veprim, të mos flasësh thotë është të flasësh. Pra është pikërisht kjo që ju po thoni. Heshtja është më e keqe se sa fjalët. Atëherë kur fjalët duhet përdoren për të çuar një zjarr. Atëherë kur mesazhet duhet jepen për restauruar një marrëdhënie të thyer. Atëherë ai që bën kundërpërgjigjen, domethënë si prisni ju që njerëzit ju besojnë, ju si klerik fetar, si njeri i fes, kur ju se kam ju personalisht. Edhe me mua personalisht. E them në parim. Kur askush nga klerikët fetar, qoftë në xhami apo në kish, nuk ka ngritur zërin kur i shkelet padrejtësia, kur i hiqin nga puna, kur i bëjnë. Pra, si prisni ju besim nga njerëzit, kur askush nga ju se ka ngrit zërin, po fort ama. Unë të falenderoj shumë Aldo sepse ti që kishte nuk të pyetëve drejtë. Tash do e kap. Jo, është një nga problemet kryesore që un kam me kolegët e mi. Të komuniteteve ndryshme të besimit, jo vetëm komunitetit ungjillor, protestant. Janë prishur shtëpie, janë marrë koka. A dini pse? Janë përzën njerëz. Ku ishit ju? Një nga çështjet e mëdha pse feja hesht është lidhet me shterpëzimin e fesë. Pra, kemi prodhuar një klasë klerikale shterp, e cila në një farë mënyrë ndihet e intimiduar që të trajtojë çështje që lidhen me natyrën sociopolitike të fenomenit që na çbën të qenurit si njerëz. Pra, në thelb kemi jo pak shtëpi të prishura nga tërmeti, të cilat evidentojmë që ende banorët nuk kanë marrë shtëpitë e tyre. Jetojnë me ato bonuset e vogla të qerave. Kemi padrejtësi shoqërore dhe sociale pafund në vendin tonë. Kemi nënat vetmuara, kemi fëmijë që janë bredhin rrugëve. Kemi probleme të cilat kanë nevojë për avokati, për mbrojtje, që më mirë se sa komunitetet e besimit asnjë komunitet tjetër nuk do ta bënte, pasi në komunitetet e tjera që mund të jenë komuniteti politik, aty ndërlidhen interesa të tjera politike. Problemi është i tillë që këtu, për gjatë 50 viteve, gjatë pushtetit komunist, është luajtur shumë me idenë që feja është opium për popullin dhe gjatë 30 e kusur viteve post-komunizëm është ndërtuar perceptimi që feja është e ndarë nga shteti. Tani më lejoni t'ju them këtë, që unë do të trokas shtetin laik dhe laicizmin në vendin tonë si strukturën më të mirë për të ndërtuar një shoqëri të qëndrueshme.
Dhe feja është ndarë nga shteti, por një shoqëri që s'ka frikë nga Zoti, si mund ta mësoni ju? Tani kush ka frikë nga Zoti? Pikërisht, pse një shoqëri që nuk ka frikë nga Zoti ka nevojë kaq shumë për një ndërhyrje të thellë nga puna e klerikëve, nga puna e edukatorëve që lidhen me besimin. Por unë po e thoya këtë, që ky laicizëm ndërton një ditokomi, pra një ndarje, është një farë mënyrë në perceptimin publik, një perceptim i gabuar që feja është ndarë nga shteti, pra në qoftë se klerikët apo komunitetet e besimit shikojnë një problem shoqëror që lidhet me një administratë caktuar që qeverisë vendin, cila do qoftë ajo, e djathtë apo e majt, nuk guxojnë të flasin por heshtin, sepse në momentin e parë që nisin të flasin dhe të komunikojnë në publik, thonë nuk mund të merret prifti apo hoxha me punët e politikës, me punët e shtetit. Nuk merret feja me çështjet e shtetit. Por më lejoni t'ju them që klerikët janë barin, pra janë barin shpirtëror, janë njerëz që duhet kujdesen për mirëqenien shpirtërore dhe jo vetëm të grigjes tyre. Pra ata duhet ngrënë zërin për të komunikuar dhe për të mbrojtur dinjitetin njerëzor. Po kapem te termi bari që thatë juve. A ka shpresë një bari të zbus apo të mirë trajtojë një brez i cili po rritet me komente ofenduese dhe video dhune virale? Domethënë, lëre ne, se ne bashkë bëjmë bisede etj etj. A mendon ti një 15 deri 20 vjeçar që rritet me kozakun, që është një personazh me emrin Kozak, apo me dikë tjetër, s'po përmend tani kot emra, për të thënë se loje, por si mund ta zbusësh ti atë? Bjeri më putja. Domethënë, si mundet? Mendove të mbari mes këtyre uqërve. Dhe uqërja. Po shikone, ne domethënë të krishterët kanë modelin. Po e çoj pak në ekstrem. Dakor. Po të krishterët kanë modelin biblik të bariu të mirë, i cili thot bariu i mirë, thot Krishti, është ai që jep jetën për delet e tij. Pra, çështja na përball me ekstremin e nevojës për të përfshirë me edukimin, për të përfshirë me një punë reale të përditshme, kujdesi ndaj këtyre të rinjve dhe të rejave. Një nga problemet kryesore që neve kemi është prishja e strukturës familjes dhe mungesa figurave, modeleve. Është pikërisht kjo që ju e po thoni. Pra, në vend që djemt, adoleshent, ti frymëzoj modeli i babait, fatkeqësisht i frymëzon modeli, sikur ju thatë, i reperve kokbosh, të cilët nuk bëjnë asgjë tjetër veç se i çojnë të rinjt dhe të reja tek dhuna, i çojnë tek raportet intime jashtëmartesore, i çojnë tek një jetë tërësisht e shturur në dimensionin moral. Pra kemi të bëjmë me mungesën e modelit babait dhe mungesën e pranisë së nënës. Pra që nga vitet 60 me revolucionin seksual dhe lëvizjet feministe është bërë një punë shumë e fuqishme, unë do thoja jo ndërtuese, por regresive në raport me ndërtimin e figurave të qëndrueshme në familje. Pse? Sepse nëna u rrëmbye nga jeta e fëmijëve duke u nxjerrë jashtë. Nëna u pasi gruaja, u pasi forcë e madhe, ajo duhet punoj një lloj si burri dhe u ngatruan dhe u përmbysën vlerat mbi ta ashtu quajturën barazi. Barazi gjinore sot trajton çështje dhe fenomene tjera, por barazia midis burrit dhe gruas. Babai dhe prekja e tij në familje, veçanërisht tek jeta e djalit, djemve, është e pazëvendësueshme. Mungesa e modelit babait çon që këta djem kërkojnë ta gjejnë mungesën e tyre modelin e tyre të referimit tek djem më të rritur që janë modele të ashtuquara suksesi, sepse ecin, dalin rrugë me makina të shtrenjta, dalin prezantojnë një fars të rreme fame, pra një famë të rreme, dhe fatkeqësisht këto janë modelet gabuara, por ne duhet i kthemi familjes. Komuniteti e besimit duhet bëjë një punë shumë fuqishme me familje, me babën dhe me nënën. Të besimit ose jo të besimit, se nuk është e thënë, mendojnë si ju. Pa diskutim. Ose le të themi ju mendonin si ata. Tani deri këtu jemi dakord gjithë. Po e pamë shumë keq, shumë keq shumë. Dhe themi që të gjithë. Kaq. Ai vazhdon del. Deri këtu jemi ne, te konstatimi jemi të gjithë. Jo, jemi te kura, unë jam te kura tani, jo thjesht te konstatimi. Kura, do të thënë ku janë misionarët? Unë po ju them. Ti një person me emrin Akil Pano, pastor që del, shfrytëzon rastin, do të thënë shfrytëzon rastin e mirë fjalës, që çon mesazhe etj, bën gjëra. Po ka që një
Po jo vetëm jo. Çfarë ndodh në Rrëshën? Nuk janë pak. Po ku janë? Nuk janë pak antar, pra nuk janë pak klerik të përgjegjshëm. Po ku janë? Baballar të përgjegjshëm, edukator të përgjegjshëm. Në këto 35 vite s'po bën as, domethënë, jo s'po ta them s'po bën asgjë. Po është punë pa duk, çka s'po ndodh. Pra, është vërtet, ne kemi nevojë për misionar, jo vetëm komunitet besimtar, por në çdo fushë të jetës, në çdo fushë të veprimtarisë, veçanërisht në edukim. Jo vetëm në edukimin fetar, por në edukimin shpirtëror, në edukimin kulturor, në shkolla. Ne kemi pas vrasje të fëmijëve në shkolla 9-vjeçare në rrugët kryesore të qendrës së Tiranës. Po. Dhe do të ketë prapore. Del në pa mungesa e edukatorëve misionar, të cilët trajtojnë fëmijët tanë në shkolla si fëmijët e tyre. Pra, kjo është historia. Ne kemi nevojë për njerëz të cilët ta shikojnë punën e tyre jo thjesht si një bordero ku marrin ato të ardhurat e tyre për të kaluar muaj. Po të pyet, ne kemi mjek të familjes, kemi mjekun e familjes, kemi mësuesen e familjes, e fëmijëve, kemi psikologun e shkollës, psikologun edhe ndoshta të familjes, kemi të plot fuqishmin e lagjes, si quhet ai. Po, vjen inspektori i lagjes. Kemi madje edhe patronazhistin e familjes. Po. Etj. Po jo misionarin e familjes. Po kemi misionarin. Por të gjithë mund të shndrohemi në misionar. Edhe kjo mund të ndodh. Kur ajo kap nga krau shkundja, vetëm po. Por fatkeqësisht neve kapemi e përjetojmë atë të rregjë nga krau apo shkundjen e madhe, kur përballemi me këtë nevojë ulëritse dhe kur na dhëm vetë jeta. Unë lutem dhe dëshiroj që askush mos përballet me tragjedi dhe drama familjare, që t'i shndrojë këto më pas në kauza të mëdha qytetare apo kombëtare për kujdesjen e të rinjve dhe adoleshentëve. Kështu që kjo thirrje ulëritse që ne po bëjmë pikërisht tani këtë mëngjes, duhet dëgjohet nga të gjithë. Do të thënë, kjo të mos e kuptohet, nuk është kërkesë llogarie, se duket se po kapi çik vetën tani sikur po të kërkoj llogari. Jo, do të thënë po tentoj ta bëj si një debat bisedë, më kupton? Se duket sikur mund të fillojnë njerëz sikur po kërkoj llogari. Nga ana tjetër, shikoni, presioni shoqëror dhe mungesa e menaxhimit emocional tek të rinjt dhe të reja të vendit tonë është i jashtëzakonshëm. Imagjino moshën e adoleshencës, ndikimi i grupit dhe presioni i grupit është i jashtëzakonshëm. Është. Mungesa e edukimit emocional dhe aftësive për zgjidhjen e konflikteve, menaxhimit konflikteve. Pra, një konflikt me shndru, nga një konflikt që mund të jetë precedent për grindje, plagosje dhe vrasje, me shndru në një konflikt të shëndetshëm. Pra, një konflikt ku ndërhyn mësuesi, ndërhyn prifti, ndërhyn hoxha, ndërhyn babai, komshiu, vllai i madh dhe pra minimumi në fillim fare shuan zjarrin. Së dyti niset një perceptim i ri mbi idenë e dialogut, pra nis një komunikim ndryshe. Dhe së treti mund të nxjerrim një mësim të madh. Pra i gjithë komuniteti i njerëzve të cilët deri dje ishin vëzhgues, që mund të ishin vëzhgues të një drame apo një tragjedie në potencë, që mund të shndrohen në vrasje. Këta mund të jenë njerëz të cilët marrin këtë studim rasti, pra marrin këtë moment dhe e shndrojnë në një mësim edhe për fëmijët e tyre. E qartë. Megjithatë, temat janë pafund me dashur. Ndërkohë ju jeni ende në valën e luftës për një projekt ligj që pritet miratohet. Kur është ditën e enjte në datën 6 nëntor, pritet të kalojë në Kuvendin e Shqipërisë projekt ligji për barazinë gjinore, një projekt ligj i cili A keni gjetë mbështetje? Në thelb mbështetje popullore. Patjetër që po. Pra ne kemi bërë një sondazh që është bërë në thelb nga Instituti për Trashëgimi dhe Liri, një institut kombëtar mbi çështjet e sondazheve, polleve, anketimeve etj. Dhe kemi vënë re që çështjet kryesore të këtij projekt ligji shqiptarët i refuzojnë në thelb. Pra 98% e shqiptarëve e imagjinojnë gjinin binare, sikundër e imagjinojmë të gjithë ne nga tradita, pra mashkull femër. Ndërkohë që nëpërmjet këtij projekt ligji dhe ripërkufizimit të konceptit të gjinisë, hiqet përkufizimi binar mbi gjinin, mashkull femër dhe i jepet hapësirë për një shumësi gjinisht të pafundme. Përtej kësaj janë çështje të tjera nene artikuj të tjerë brenda këtij projekt ligji që janë shumë problematik, si çështja e ideologjizimit gjinor të fëmijëve, edukimi gjinor në shkolla, një ekspansion i lëvizjes woke në jetët e fëmijëve tan, çështje të tranzinorizmit në sport apo në ushtri, historia e barrës së provës i mbet personave të cilët mund të cilësohen nesër. Mos ndoshta do t'ju krijojnë për miratimin e ligjit duhet dhe një lloj aprovimi me zë ose pa zë i ambasadave, me thënë drejtën. Ai sa dim neve. Tani
mos ju pengon, domethënë ndoshta ky ligj nëse miratohet pengon hyrjen e Shqipërisë BE. Janë në BE janë 27 vende që janë anëtare me drejta plota Bashkimit Evropian, nga të cilat vetëm 2 vende njohin këtë projekt ligj. Ndërsa 25 vende të tjera që janë anëtare të Bashkimit Evropian njohin gjinit binare si kundër i njohin shqiptarët. Lejo t'ju them që Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka dalë me një deklaratë që është komunikuar me Koalicionin Shqiptar Pro Familjes vetëm ditën e premte dhe ka thënë që Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës është në të njëjtën linjë me politikat e presidentit Trump dhe një vetëm 2 gjini. Këtë do ta dëgjojnë ligjvënësit shqiptar në Kuvendin e Shqipërisë, do ta dëgjojnë faktorin ndërkombëtar në Shqipëri. Fatkeqësisht luhet me idenë që është kriter dhe kusht për të qenë vend antar në Bashkimin Evropian, miratimi i këtij projekt ligji, por në thelb nuk ka lidhje fare dhe është një spekullim i madh. Lut Zotin që antarët e Kuvendit të Shqipërisë të jenë të ndriçuar edhe të mos ngrën kartonin për të miratuar dhe të kaluar një projekt ligj që vret fëmijët, që shkatron familjen, që uokizon kulturën. Në historinë postkomuniste të Republikës së Shqipërisë, ky është projekt ligji më famkeq me të cilët shqiptarët janë përballur ndonjëherë. Inshallah e kuptojnë kështu. Shpresoj. Ne kemi pas takime pafund në parlament, kemi pas takime me grupet e interesit, jemi dëgjuar te Komisioni i Shëndetësisë, te Komisioni për Integrimin. Edhe një pyetje. Mos ndoshta kjo luftë që po bëni ju për projekt ligj po çon fonde nëpër OIQ-t që mbrojnë këto lloj, domethënë çanto LGBT me radhë. Se viktimizohen dashur pa dashur. Dhe diti që fondet janë marramundse. Ne tashmë jemi të pozicionuar për familjen, edhe do ta bëjmë këtë gjë deri në fund. Natyrisht që pas ndërprerjes fondeve nga USAID është një nevojë e madhe emergjente këtyre lëvizjeve, organizatave të George Sorosit në Shqipëri, tash i quhetura organizata shoqërisë civile. Nuk jam vetëm Soros, jo. Të cilat ka dhe Hollanda, ka Po, dakor. Jam krejt dakord, cilat janë në një garë të madhe dhe një nevojë të madhe për të plotësuar këtë vakum të hapësirë boshe të nevojave financiare. Edhe natyrisht që sa më e madhe opozita këtu, për sa i takon idesë mos bërjes ekspansion të këtij projekti që këtyre vlerave, aq më e madhe është edhe justifikimi i tyre për të kërkuar më shumë fonde. Kjo është një gjë cilën ne nuk mund ta pengojmë, por nga ana tjetër ne duhet vijojmë të bëjmë qendresën tonë për të mbrojtur fëmijët dhe familjen. Në qartë. Sa ishin shumë para. Kur mora vesh shifrën ishte e frikshme. Para që lëvizim pikërisht për këtë. Ishte e frikshme. Nese, mos merrni me llafe. I dashur të falenderoj shumë me krah atleta. Ju falenderoj Naldo. Ju falenderoj, ju uroj juve dhe gjithë shqiptarëve një javë super të bekuar. E kërkojmë prezencën tuaj dështoj me dhunë. Me forcë. Ju falenderoj. Do të jemi pranishëm sa herë do të kemi ftesë nga ju. Patjetër i dashur. Faleminderit. Ora është pa 25, le themi 9:25, vijoni dashurmiq për të prenotuar në 069 40 41 003, shumë pak momente e publicitet për të rikthyer përsëri në studio, nuk vonohemi. Okej, mirë, ora është pa 23, 9 pa 23 minuta me telefonata në mëngjesi. I doja më të prit. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Flisni? Pietri po nga Shkodra. Respekt dhe Pietër, si e? Mirë, po ju. Faleminderit, urdhëroj dashur. Në lidhje me temën e kisha fjalën. Bujrum. Mirë, faleminderit. Jo, bujrum, për temën, urdhëro. Kuptova. Për detyrimin ndaj prindërve. Po tjetër që ka detyrimet mëdha. Pra ekzistenca është detyrim. Unë personalisht kam pas 2 prindër. E kuptoj. Kanë rrit 8 fëmijë. E kanë vujt shumë mas nesh. Në radhë parte unë kam kënë 7 vjeç, më ka ra fruthi. Ka lanë nana. E qartë. 2 fëmijë tjerë ka lanë në shtëpi. Doktorat thoshin ka dek, po shko me rrume ata që ke për gjinit. E kuptova. Pra ti thua që ekzistenca është detyrim ndaj prindërve, po?
Po tjetër, po mlen ta marr. Po jo se ka marrë se presit edhe tjerë Pjetër. E di se shok i mirë Aldo, se jam mik i Sander Franëngës. Në rregull. Falenderoj për telefonatën, meqense je mik. Telefonata më mëngjesi. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjesi. Kush jeni nga Pristi? Moza nga Londra. Moza, si je? Shumë e habitshme, megjithëse unë ju marr shpesh. Po s'ka gjë. Edhe në kohën si në Londër kemi sot. Me rej kështu që aman. Tu po vjen një shi që nuk është e rrallë. Te neve do bjerë, presit do bjerë. Urdhëroj dashur Moza. Tash në lidhje me temën. Tash jeta Aldo ka disa faza. Lind, e krijon familje, vdes njeriu. Prandaj njeriu kur do me kriju familje, nuk mendon se do ma shpërblen kalamajt në tapnen. Është detyrë të arrisësh, të nxjerrësh një jetë, të japësh shkollën, të japësh zanat, dhe e funit të bësh gjyshe. Ose gjysh. Kjo është kënaqësia. Pra për temën që ne jam dakord fiq me parafolcit. Nëse normal është. Kjo zotri, mendimin im, a kupton? Kjo thotë që nuk ka detyrim, si mos ka detyrim. Ti shikoj qenin që është kafsh, edhe kur i lind ato kryshte vet, ju jep qumshin i run. Jo, pyetja është e kundërta, jo, është tjetër, domethënë, prindrit kanë nevojë që fëmia t'i falenderojë mas here për sakrificat që ata kanë bërë për të. Por ky fëmijë, që është adoleshent, i përgjigjet, unë thotë si kërkova të më sillni në jetë juve. Dhe pyetja është, a është ekzistenca borxh ndaj prindërve? Patjetër që është. Patjetër që është borxh. Njeriu nuk jeton vetëm, do të krijojë familje se s'don. E qartë. Nuk është vetëm. E qartë. Ashtu. Sikur edhe ta lindësh, edhe ai fëmijë, çfarë do mendonte nëse do ta lindësh, edhe do ta lësh në rrugë. Kush do i rriste? E kuptova. Prandaj varet çdo gjë nga në rregull. Në rregull Moza. Okej. E dashur Moza, një javë të mbar. Gjithë të mira. Telefonata e mëngjesi. Mirëmëngjesi. Kush jeni nga Pristi? Refati nga Tirana. Respekt e Refat. Faleminderit. Me një diskutim që pata me tunin tim, 50 vjeç tash, po. Edhe në debatër si për i thash, po çun, po të kam bëu kokën. Po. Ai më përgjigj, bone qefin o bab, më lera hatë. Me shejtan e pa, ha. Tik në dy presa është kjo. Po pra, po, e di që është tik në dy presa, po cilën anë ban? është ekzistenca borxh, apo nuk është? Ajo të ashti, borxh e kishim ne, borxh e kanë dhe ata, pa hajta gjesh, pasaj borxh. Hajta gjesh. I kërcasim lala tani neve dhe mbyllim të muhabet. Mirë, Kori, rofshin amore. Ajde. Erdi momenti që ne t'jemi me Armanin ton të Myzeqes. Më tjede. Mirëmëngjesi nga Myzeqes. Trenëntori sot? Si ndjeni sot? Po, trenëntori sot nuk pas kujtojmë disa ngjarje që ka ndodhur në Myzeqe, por edhe ndërkombëtarisht. Çka ka ndodhur, më vllazi gjë? Ka ndodhur një ngjarje me dy sotrinj të cilët janë ngrindur për një kohë. Ma ke thënë nga 10 herë. Jo, nuk ta kam thënë, sepse jo me larg se partije, zotria kishte marrë një tokë me qera për ta mbjell grur. Mirë, po pa i treguar sot pronarit të tokës se kishte mbjell jonxh. Dhe për këtë janë ngrindur sepse janë ngrindur sepse jonxha do disa vite që hiqet, ndërsa gruri hiqet brenda vitit. Dhe për këtë janë ngrindur sepse ka thënë që unë parat kam dhënë, domethënë parat kam marrë vetëm për mbjelljen për kohën e grurit dhe nuk kam marrë për kohën e jonxhës. Mirë, po zotria ka thënë se do rregullohemi dhe zotria ka thënë që më jep lekët, ndryshojmë kontratën dhe jemi në rregull. Tu ka nisë konflikti midis tyre. Dhe sa ka qenë zotria që ka thënë na lekët e mbjelljes së grurit, më fal, të jonxhës, na edhe parat, domethënë që kishte shkuar edhe për ne që jetojmë te lagja, se kemi haberin. Ku ndryshon, do të çan ndodh me tokën kur mbjell grur dhe çan ndodh kur mbjell jonxh? Po kur ti e mbjell tokën grur, toka nuk mbahet shumë e mbjell, sepse bëhet gruri brenda vitit. Ndërsa jonxha shitet me disa kostra.
Pra, me thonë që ti ta plerosh, për kostrat janë domethënë që ti e korr, domethënë e korr për disa vite, për 3 vite për shemb. Po. Dhe ç'a ndodh? Për këto 3 vite ti mjafton që ta plerosh jonçën dhe ta vadizësh, dhe normalisht që ti e mban për baktin. Dhe ç'do të thotë? Për grurin për shembull, tokën ti mjafton që ta marrësh brenda vitit me qira. Po. Ndërsa për jonçën të duhet minimalisht 3 vite për ta marrë me qira. Kështu që bie një kontradiktë midis gjërave dhe pikërisht kjo janë konfliktuar. Edhe ky ja bëri fat kryer ky. E bëri jonçë dhe bëri fat kryer se tha. Domethënë nuk e kishte treguar, e mbylla jonçë kështu. Nëse e zgjidh gjykata këtë besoj, përderisa ka kontratë në mes. Pas sigurisht, patjetër. Ore, 3 nëntori sot kujto, 3 nëntori sot, ne sot kemi zgjedhje që fitoi Bill Clintoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ç'fun keni ju? Po e kujtojmë se kemi ne kemi emigrant. E ke lexuar Wikipedia apo e kujto këti? Po mund të tregon. Shiko, për fat tjetër që çdo ditë njeriu lexon jo vetëm në Wikipedia, por në shumë sajte dhe gjëra që ti përmbledhi ngjarjet e ditës. Por kjo do thotë që midis njohurive që ke dhe midis sepse mund të jetë një ngjarje për shembull që ti e di shumë mirë. Po mirë më bëri dhe. Për shembull 28-29 Nga gjithë ngjarjet që janë sot. Ku vajte gjetë fiton Clintoni zgjedhjet në Amerikë, ndërkohë ti sot ke ditën e Osmanit. Osmani II perandorisë. Çfarë po thua? Ditën e Osmanit II. Po sigurisht, do kujtoja. Jo e pari, as i treti. Nga lindjet. Pra, e nisa nga ngjarjet. Mi varja, ngjarjes na duhen. Çfarë do festoni për Osmanin? Si ke menduar ta realizosh? Për Osmanin. Po duke qenë se nga vetë, domethënë nga vetë që është domethënë tradita e shqiptarëve turke, pse jo për shembull bëjmë pak le të themi pak mish në hell. Mish në hell, Osmani. Osmanin e dytë perandorisë turke bëhet fjalë për cilin vit? Paka shumë? Në mos kupoj unë, paka shumë i bje në kohë rreth kohës para, domethënë diku tek pas erës sonë, pak më vonë. Erës tonë dhe pas erës tonë zgjidhjo çfarë? Jo më flas domethënë në kohën kur domethënë ishte perandoria osmane. Po çfarë vitesh bëhet? Domethënë pa u krijuar. Çfarë vitesh bëhet? Pa u ndarë Turqia nga kur ishte perandori dhe jo kur ishin shtete. Po pra po, dakor. Po çfarë vitesh bëhet fjalë? Vetë fjalë të rreth viteve 1000, 1500 në mos gaboj. Edhe një shekull më vonë, 1600 ca. Po rreth pra, të kam një parafërsi. Gëzon popullimi të qes për këtë? Sot apo? Son. Po e kujton si një gjë, domethënë duke qenë se është një histori, domethënë një gjë që qarkullon për historinë e Myzeqes, jo vetëm. Dhe çfarë do i thuash ti në emër të Myzeqes pasardhësve të Osmanit të dytë, sultani perandorisë osmane në vitin 1604 ka lindur ky Osmani. Osmani i dytë. Çfarë do i thuash ti pasardhëve? Në emër të Myzeqes. Unë pasardhësve i them të rroni dhe ta kujtoni, por që mos meni të njëjtit shembuj që kanë kaluar, sepse normalisht që luftrat nuk është se kësollën në një gjë, por paqja dhe bashkëpunimi siç është ditët e sotme, normalisht që është më harmonike dhe më sjell më tepër lumturi për njëri tjetrin, sepse këto gjëra nuk është se fiton në gjë fund fare vetëm kosto janë, qoftë nga ana njerëzore, qoftë nga ana financiare, qoftë nga ana materiale. Kështu që nuk fiton gjë. E kuptova. Pra, urime pasardhësve të Osmanit të dytë. Tani kam një pyetje. Po Osmani i parë hyn këto apo i treti? Po përderisa kanë qenë Osman. Besoj që hyn, po në këtë rast domethënë kur të kenë në radhën ata. Përshëndesim dhe ata. Pyetja e fundit. Osmani i dytë, që ka ditën sot, 1604, në 3 nëntor 1604. Çfarë lidhje ka me Osman Mulën? Me Osman Mulën? Po. Po, janë dashur, sepse lidhje emri. Janë adeshër? Po, adeshër. Vetëm kaq? Po, Osman Mula
është i Kosovë, domethënë. Po, a quhet pasardhës? Po, pasardhës nuk besoj, sepse nuk ka lidhje, domethënë vërtet ata kanë njërin emër, por që është i lidhë gjë. Domethënë që nga ana profesionale, që nga ana historiane, që nga ana kulturore, domethënë ka një ndryshim goxha të madh midis kulturave dhe traditave të kohës. Po mirë, me Osman Mulës ka gjë, po me Osman Stafën, te News 4, ka lidhje? Duhet ta pyesim. Ta pyesësh. Atëherë merre pyete dhe ne përgjigjem nesër. Mirë? Okej. Dhe me këtë premtim dhe me këtë urim të Osmanit Mirëqes, ose ndryshe siç njihet Armani Mirëqes, i bie të mbyllim dhe programin për ditën e sotme, duke ju uruar gjithëve shëndet, marsi, javë të mbar, edhe mendoni mirë, të gjeni mirë. Dëgjojmë e shikojmë me kismet nesër në 7 minutë. Tung!